Prej disa javësh, dedikimet e Beskallakut në rrjetet sociale kanë ngjallur kurreshte dhe spekulime, ndërsa tashmë gjithçka duket se është bërë më e qartë, ashtu siç ishte parashikuar pas lumturisë së aktorit fshihet dashuria. Gjatë një koncerti të mbajtur ditën e djeshme, Beskallaku vendosi t'u jap fund pikpyetjeve dhe komenteve të shumta nga ndjekësit, duke zbuluar publikisht personin të cilit i dedikohet tatuazhi i tij më i fundit. Përballë publikut, aktori ndau një moment të jetë emocional që u shndrua menjëherë në një deklaratë dashurie. Jini falenderuar Zotit në ditët tuaja më të mira dhe në ditët tuaja më të errta. Unë gjithë jetën time kam bërë vetëm për të qeshur publikun. Kam bërë për të qeshur dhe kishte vite që më kishte humbur buzëqeshja mua. Dhe me që më keni pyetur aq shumë nëpër komentet dhe nëpër mesazhe për tatuazhin që kam bërë, dua ta falenderoj Zotin që më në fund më solli afër dikë që më solli buzëqeshjen. E jona të dua. Pas këtij rrëfimi, mesazhi ishte më i qartë se kurrë. E jona është emri që i ka rikthyer buzëqeshjen aktorit, duke bërë atë të shfaqet më i lumtur se kurrë. Në fakt, gjithçka nisi pak javë më parë kur Besi publikoi në Instagram një foto të një tatuazhi misterios ku spikase emri një gruaje dhe një datë, ndërsa imazhi shoqërohej nga një këngë romantike. Postimi ndezi me një reagime dhe aludime, të cilat tani gjejnë konfirmimin e tyre. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.